Do befasoheni, ja arsyet pse ashensorët kanë pasqyrë. Shumë prej nesh shikojnë veten ose bëjnë foto kur futen në ashensor. Ne I përdorim pasqyrat brenda ashensorëve. Por a e keni pyetur ndonjëherë veten pse njerëzit kanë vendosur pasqyrë në ashensor? Zakonisht, prania e një pasqyre përdoret për të rregulluar flokët, grimin ose jakën e një palltoje ose edhe të këmishës suaj, veçanërisht nëse dikush është të larguar nga shtëpia me nxitim, por kjo nuk është as pak arsyeja kryesore për instalimin e pasqyrave në ashensor. Ekziston një arsye psikologjike për vendosjen e pasqyrave në ashensor. Ashensori është një hapësirë e ngushtë 1 metër katror I gjerë, aq pak sa mund të shkaktojë edhe probleme me ankthin. Njerëzit që vuajnë nga ankthi ose klaustrofobia mund të kenë frikë të jenë në hapësira të kufizuara. Prandaj, vendosja e pasqyrave në këto hapësira do t'i bëjë ato që të duken më të mëdha dhe më të rehatshme. Kështu do të krijojë iluzionet për persona të cilët vuajnë edhe nga frika e hapësirave të ngushta.